Miqtë të televizionit Alsat, ka radha që të flasin pak për sportin. Zakonisht Majrthaqen e kemi këtu për të na sjell të rejat e fundit nga sporti, mirë po kësaj radhe. Me një risi të madhe, me një lajm shumë të mirë, por jo për herë të parë, po për herë të pestë me radhë. Klubi i futbollit Shkëndija vjen në ligën, ose le të themi bëhet kampion i ligës së parë të Maqedonisë, dhe për të folur për këtë në studio kam dy persona, njëri i cili ka në shtëpinë e vet, kështu që është në rehatin më të madhe të tij, kurse tjetrin e kemi këtu për të folur pikërisht për sportin, futbollin si sport dhe futbollist në ekipin e Shkëndijës. Me mua këtu në studio janë Klisman Cake, mirë se na erdhe. Mirë se u gjetëm. Dhe kemi Faton Zylbeardin, mirë se erdhe në shtëpinë tënde. Mëngjesi, vërtet derisa po na prezantoje, po ndjej një emocion që kthehem për të qenë këtu, një pjesë shumë e rëndësishme e jetës time. Një gjë që nuk do harrohet kurrë. Unë këtu jam futur si fëmijë në këtë televizion dhe kam dalë si print, prandaj është një pjesë në formimin tim profesional decisive, prandaj gjithmonë me shumë kënaqësi jam këtu. Po në fakt këtë radhë ke ardhur në profilin e zëdhënësit të klubit të futbollit Shkëndija. Më thuaj pak si është përfaqësosh kampionin për herë të pestë. Kampioni s'pari shkoj me një dhuratë për ju, sepse ashtu e kemi vënë zakon për emisionin tuaj. Natyrisht ja dhe këtë e bëra që ta di se nuk është e përdorur. Jo, kur do e bësh ti, unë e bëra në emër të klubit. Sigurisht një dhuratë për të qenë një kujtim për emisionin, për hapësirën që na jepni për titullin e 5 të Shkëndijës. Nuk është e personalizuar, nëse don Cake mund t'ua bëj një dhuratë tjetër, por kjo në emër të klubit. Mund të nënshkruan. Po sigurisht po. Është kënaqësi, Shkëndija është klub shumë i madh, klub me shumë traditë, një klub që përfaqëson më shumë se sa vlera vetëm sportive dhe natyrisht duke qenë një jetë të tërë pjesë e klubit. Unë kam qenë pjesë e Shkëndijës edhe kur kam punuar këtu, edhe para se të punoj këtu, e kam provuar edhe si futbollist, kështu që më këra hise të jem aty, besoj që ua kam kthyer në një tjetër mënyrë dhe vërtet është diçka jashtëzakonshme si ndjenjë. Mirë po, ne gazetarët dim të ndalemi, kështu që doja japim pak hapësirën Cakes tani për të folë. Unë do ta filloj pak nga emri. Mora kështu një detaj të vockël. Pse Klisman Cake? Për shkak të futbollistit. Babi im ka qenë me bukura që babi im ka qenë tifos me Hollandën. Po emrin dhe mu dhe vllajt, mu Klisman, vllajt Mateos, na ka vendosur futbollistëve gjerman. Edhe kur e pyes ata, sa i vetë se di pse. Po kështu na i ka vendosur vetë është tifoz i Hollandës. Tani, mendon që teoria që emri e bën njeriu ose njeriu e bën emrin funksionon, sepse i bie që ti ke marrë emrin e sportistit dhe në si përfundim apo vetë sportist, vetë futbollist. Nuk e besoj fare, me thënë drejtën, kjo duket teoria me kot. Sepse ti ashtu do bësh edhe vllau dhe Mateus ai s'është. Jo, vllai ka qenë. Ka qenë? Vllai ka qenë para meje, po. I mirë? Me mirë se. Po. Ato e prisin të bësh futbollist. E shë që mund të ketë një bazë kjo teoria, por gjithsesi po e lëm kështu, sepse besoj me punë është arritur. Me punë, puna është gjëja kryesore që duhet një futbollisti, puna, regjimin, nëse nuk i ke këto dyja, për mua mund të jesh i talentuar sa dush, po është e kot. Puna, regjim, kryesoret. Sa punë? Sa orë në ditë? Përveç asaj me ekipin duhet të ushtrosh dhe vetë, edhe duhet të kesh kujdes duke çarat, ushqimin duhet të jetë kujdes kryesor edhe gjumi. Gjumi patjetër është një element kryesor në jetën e futbollisti. Mendoj që të gjithë sportistët e kanë këtë një regjim shumë strikt, po ndoshta edhe konkretisht edhe futbolli. Mirë po, sado që unë do doja të flitnim në këtë drejtim, do i rikthehemi më pas, sepse du t'jap pak më tepër vëmendje titullit për herë të pestë kampion. Si është ndjenja? Sa e vështirë ka qenë? Ndjenja është e pabesueshme, për mua është titulli i parë si Klisman, edhe ta përjetoj këtë gjë me Shkëndijën është një ndjenjë e pakrahasueshme me asgjë tjetër. Për që në vështirë themi drejtën, ka qenë e vështirë. Kena pas dhe ne momente tona kur nuk ka ecur, po kena ditë të ringrihemi gjithmonë kena dalë mbi të tjerët, edhe në fund ne ishim ata që na shifshin të argën gjithë. Faton, ku tallon titulli 5 me 4 titujt para prak? Çdo fitore në fakt e ka të shijen e vet, kënaqësinë e vet dhe çdo sukses i radhës, domethënë ti nëse edhe jeta është e tillë, domethënë nëse nuk shikon nga e nesërmja për një sfidë të re, sigurisht që gjë të bëhet bajat. Kjo ka një shije tjetër sepse Shkëndija u fut në një krizë pas titullit fundit të katërtit në vitin 2021,
Unë kam shijuar edhe të parin, kam qenë pjesë e Shkëndijës edhe në vitin 2011, që ishte diçka jashtëzakonshme për atë kohë. Pastaj me hyrjen e kompanisë Ekolog, natyrisht që gjërat ndryshuan dhe Shkëndija mori një kahje tjetër, çdo vit ne ishim në Europë dhe duheshte të marrim titullin kampion. Arritëm të bëjmë 3 rresht, pa llogaritur vitin 2020 që u pezëllua shkaku i pandemisë me Covid-19. Dhe pas vitit 2021, ndryrim gjenerate, largim lojtarësh, u futëm në një krizë nga e cila skuadra gjeti vështirësi të papritura dhe gjithnjë e bëj më vështirë për të marrë titullin. Prandaj, po i përgjigjem pyetjes suaj që ky është dallimi. Domethënë ishte shumë e rëndësishme edhe vitin e kaluar neve na iku titullin Tetov nga duart. Morëm një fitore decisive në Shkup duke rahur Shkupin 2-0 dhe një strug që në atë moment po vuante do kap Europën apo jo, erdhe në Tetov, na fitoi 2-0 në Tetov dhe dolën kampion. Kjo e vështirësoi akoma më të vështirë bëri dhe ne këtë sezon ishim më cinik, më të vendosur, ndoshta më si ekip, më si grup luajtëm dhe prandaj këtë titull unë e veçoj shumë nga tjerët, përveç që ne numrojmë atë 5 që kemi bërë atë dorën që ka mbetur tani si një reklam e këtij titulli, unë besoj fuqishëm që ky është titulli i parë nga shumë tjerë që do të pasojnë. Dhe ky është dallimi me ata 4 titujt para. Edhe i pari për cake, më fal. Përmendet pak frymën ekipore. Sa është e rëndësishme që ekipi të jetë një, të ndihet një në vetvete? Besoj se ajo është gjëja kryesore në futboll. Qofse nuk e ke atë, ti mund të kesh lojtar të mirë sa dosh, mund të kesh talente sa dosh, po pas atë frymë që ti bashkoj gjithë lojtarët, të ke një qëllim, të mendojnë vetëm për diçka, të fitoj ekipi në fund, jo se cili të mendoj për veten, bëj un gol, dalun mirë, nuk arrihet. Nëse ke frymën, atëherë mund të arrijë sukses. Si ka qenë ky sezon? Ka qenë për shkak se Fatoni sa po na tha që keni qenë më cinik, më të vendosur, ka qenë edhe më intensiv në përgatitje? Padyshim që po, dhe përgatitjet e kishim dhënë mendjen që në fillim që këtë vit ose dalim kampion ose s'ka rrugë tjetër. E kishim vendosur që në fillim edhe e kishim dhënë mendjen këtë vit do dalim kampion, është synimi im kryesor, asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Asnjë lojtar veçantë nuk ka rëndësi për veten e vet, do lëm gjitha gjërat individuale më njëherë, me rëndësi Shkëndija dilte kampion këtë vit. Mu më intereson shumë, unë nuk jam tipi sportiv, edhe prandaj më intereson shumë pra pas skenat. Si duket një periudhë përgatitore për gjithë këtë kampionat dhe në fund të kurorëzoheni dhe me titullin kampion? Aty kur kurorëzohesh me titullin kampion e merr lezetin periudha që përgatitesh, pasi është shumë e lodhshme. Fazat përgatitore që kena në verë dhe në dimër, të del shpirti me thënë drejtën. Lodhemi shumë, ushtrojmë nga 2 herë, ka raste edhe nga 3 herë. Plus me analiza, plus gjitha, po në fund t'ja vlejti lodhja këtë sezon. Ja vlejti lodhja edhe në fakt të shihet. Shihet jo vetëm nga ekipi, jo nga festimi gjigandi cili u bë, por edhe nga titulli. Nuk është pak 5 herë si dhe Fatoni tha që nuk ndalen titujt. Jo, do vazhdojmë se s'bën ndryshe. Faton, kam diçka, mediumet po shkruajnë, patjetër që do shkrueshte për ekipin kampion, mirë po shkruajnë që çdo herë që Besart Ibrahimi është pjesë e ekipit, titulli kampion vjen. Sa është e vërtet kjo? Tash fakt, unë mund të them se është e vërtet, për faktet flasin ndryshe. Është e vërtet që titulli në vitin 2021 kur e morëm të fundit, Besarti ishte pjesë e Shkëndijës. Më pas Besarti u largua që thash një ndrim gjenerate dhe ndrim largim të lojtarësh. Dhe interesant që ironia të jetë më e madhe pas një periudhe jo dhe aq gjatë të Besartit në Greqi, ai u kthye në kampionatin ton, firmosi me skuadrën e Strugës dhe 2 herë fitoi titullin me skuadrën e Strugës, madje vitin e kaluar ishte decisiv duke bërë pikërisht ne dominonim Strugën, ne ishim bindshëm skuadra më e mirë e kampionatit, por këtë cinizmin që ne shfaqëm këtë vit, vitin e kaluar e kishte pikërisht skuadra e Strugës, erdhi në Tetov ndoshta për të barazuar që mos humbiste, kishte në radhë veta Besart Ibrahimin që e hapi portën, na bëri 1-0, më pas ndoshta nga dëshira e madhe, ndoshta nga stresi, ambienti i jashtëzakonshëm, pati shumë njerëz vitin e kaluar dhe në fund ne u mundëm 2-0 në Tetov, Besarti e mori titullin me skuadrën e Strugës. Tasi një individ kur nuk mund të jetë mbi ekipin, Shkëndija është më e madhe se çdo kush tjetër dhe këtu me gjithë respektin për Besart Ibrahimin, por është fakt që është lojtar decisiv me 15 gola, me shumë asiste, tash mos e heq 13 asiste, ishte përfundimisht lojtari me efektin më të madh në pjesëmarrje në gola të shënuar,
gati 30 gola vetëm ai shënoi, llogariti domethënë në pik këto gjëra del që edhe te skuadra e Shkëndijës ishte ashtu si te Struga deciziv. Por natyrisht jemi duke fol për golashënuesin më të mirë në historinë e Shkëndijës dhe golashënuesin më të mirë në historinë e futbollit të Maqedonisë. Domethënë nuk ka njëri ka shënuar mbi 200 gola, një makineri golash, natyrisht që mosha e bën vetën, tashmë është 38 vjeçar, nuk e ka atë freskinë e duhur, por na ka ndihmuar shumë dhe ishte çelësi i suksesit pa hequr anësh futbollistët të tjerë dhe natyrisht punën e kryesisë, punën e çdo punëtori edhe ata që mbajnë terrenin sportiv që kujdesen, kemi kushte shkëlqyeshme me qira fjalë aty për punë dhe për lojë, edhe natyrisht çelësi kryesor është sponsori kryesor, zoti Lazim Destani, familja Destani dhe kompania Ekolog që natyrisht nga viti 2013 e këndej i kanë dhënë Shkëndijës një dimension tjetër. Kur jemi kështu te lojtarët, du të di këndvështrimin kritik sa kanë ndihmuar në këtë drejtim në rrugën e kampionit, përforcimet verore, dimrore, përgatitjet edhe kështu me radhë. Nuk e di kush do përgjigjet, zgjidhni vetë. Komocaki? Jepi. Thash tu ka hap goja me mëngjes tash? Ja, po për lojtarët s'u fal. Po. Realisht kjo është pjesë e departamentit sportiv, gjithsesi drejtorit sportiv, por me që ne jemi këtu në studio, po i thash pak më parë çdo individ, edhe ata prapa kamerave, edhe ata prapa skenës, edhe ata që s'duken, ne nuk e bënim dot këtë emision pa çunat e kamerave dhe regjia dhe gjithë tjerët. Prandaj çdo njeri në Shkëndijë është çelësi i suksesit. Tash me që fole për përforcimet, ne morëm një nga ato përmend Tambën, erdhi në janar, bëri gol që në ndeshjen e parë me Vardarin, fituam 2-1, marrësh 3 pikë në një transfer pas asaj ndeshje. Vardari nuk humbi asnjë takim tjetër. Do të thotë që na ndihmoi. Liridon Latifi hyri në formë në momentin kur ne kishim një krizë, shënoi një gol decisiv në një fitore në Kavadar. Po flasim gjithmonë, po ti përmend fitore 2-1 me Vardarin, po të flas për atë cinizmin që kishim, fituam 1-0 Tikveshin në Kavadar aty ku vitin e kaluar lam pik dhe ndoshta e humbëm titullin në atë ndeshje, kështu që kanë ndihmuar. Domethënë dua të them që si klub jo për të mbajtur atmosferën dhe për të respektuar, sigurisht që e kemi cinim, por vërtet vlera e skuadrës është në çdo individ, secili në shërbim të grupit dhe grupi e solli trofeun. Për kolegët ose sportistët e tjerë na the që s'flet, mirë po për tifo grupin flet. Më thuaj pak, sa shtys tifo grupi ballistët në drejtim të energjisë, motivit, ndoshta shtysës për të bërë më mirë? Normal, ajo dihet tifo grupi jonë janë ndër më të mirë shqiptari, miri me thonë drejten. Edhe normal që janë një shtysë e jona, është një forcë e jona plus, që ne kena, nuk mund ta ketë çdo ekip atë, dhe na motivojnë, na bëjnë t'i japi maksimumin, dhe për ata dalin fitimtar në fund. Të kënaqen ata, të kënaqen edhe ne. Të kënaqen gjithë Tetova. Po, jo vetëm Tetova, edhe më gjërë. Gjithë shqiptaria, më saktë. Kur fiton Shkëndija, kënaqet gjithë shqiptaria. Ty të kemi pak nga Shqipëria, më thuaj pak si po e përjeton këtë periudhë këtu. Unë nga Shqipëria, po unë jam bë këtu si vendas, kam 3 vjet e gjysmë në Shkëndi, plus 2 vjet e gjysmë kam lojt Strug, edhe kampionatin e kam shumë më mirë se lojtarët që janë nga këtu, të them drejten. Po e përjetoj shumë mirë këtu, akoma s'kam shkon në Shqipëri, me thënë drejten, se jam të kënaq kështu, të ndjej si kampion. Po e ndjej që edhe në Shqipëri përjetohet këtë titull. Shqipëri, Kosovë, me sa kam shok shumë, thonë që edhe këtu e di me, kena marrë vesh gjithë që Shkëndia është bë kampion. Në kuadër të lojës, kur merresh me sport, lëndimet janë pjesë e pandashme e historisë, le të themi. Kanë qenë pengesë ose kanë bë peripeci lëndimet, mungesat e lojtarëve në këtë kampionat? Ka pasur. Sigurisht kemi pasur momente të caktuara kartona, në momentet caktuara pezullime për 5 kartona apo karton të kuq, në momentet caktuara edhe lëndimet lojtarëve kryesor, dhe sezonin e kaluar patëm një vështirësi të madhe në momentin që sulmuesit, po jo, në Vjesht kishim edhe Besart Ibrahimi edhe Fiton Ademi, 2 sulmuesit kryesor, binte ndeshja ta luash pa një sulmues, por vazhdoj të besoj fuqishëm në atë që kemi thënë se grupi ishte mbi të gjitha dhe skuadra bëri një përzgjedhje shumë solide për të patur një ekip dhe secilit mund të zëvendësoj secilin. Domethënë edhe mungesat kur vinim këtë sezon e kishim më të lehtë sepse nuk është Cake do luaj me Liçi, nuk është me Liçi do luaj Adili në momente, po flas për mbrojtjen Reshat Ramadani ditë si lojtar i fundit, pavarësisht që Cake nuk ka munguar në asnjë ndeshje.
Tani po të shikojmë, kishim një karton të kuq të marrë në ndeshjen me Tikveshin, por Adili u largua me të kuq, por e ndali një sulm të skuadrës vendase që dilte vetë me portierin. Domethënë, të ishte 1-1 gjëra ndoshta do shkonin ndryshe. Ne atë ndeshje fituam me 10 lojtar. Në momentin ishte 0-0. Kur mori kuqi, pasi mbetëm me 10 lojtar, ne shënuam një gol tjetër. Gjithë këtë ta them në drejtim të asaj që edhe kur kemi patur pezullime, edhe kur patur lëndime, një lojtar është lënduar duke dashur të shpëtoj golin, tjetri ka marrë të kuq, ka shpëtuar golin, dhe në fund, siç e tha Cake, nektari i gjithë kësaj është trofeu i titullit kampion dhe natyrisht që e shijojmë, sepse nuk besoj që ka individ në Shkëndi, pavarësisht pozicionit, që nuk e ndjen veten i rëndësishëm në këtë rrugtim të suksesshëm. Të flasim pak për sezonin më gjerë, i cili ai ka sjellë ndoshta edhe deri te titulli kampion. Cila ka qenë pika kulminante? Këtë mund të më jepni përgjigjen të dy nga këndvështrime të ndryshme. Pika kulminante e tërë sezonit. Kujtohem pak. Jo, në kam mendje. Për mua ka qenë pika që e kuptova që do bëhena kampion, ka qenë ndeshja me Vardarin në Shkup, 1-2 kur fituam. Pavarësisht se u ndalën në çdo mënyrë të na ndalshin, mos fitoshim atë lojë. E fituam 1-2 dhe aty kuptova vërtet forcën e grupit dhe i thash dhe shokëve të ekipit kjo ndeshje na bëni kampion tani. Për mua ajo ka qenë ndeshja kryesore. Për mua ka qenë besimi që po shfaqnim që nga fillimi i sezonit që ne nuk do i përsërisim gabimet e një sezoni më parë, ne nuk do futemi me eufori, titulli do të jetë i siguruar në atë moment kur edhe matematika do të na jap atë dhe vërtet ne jemi sjellë të tillë dhe fakti për të respektuar çdo ndeshje, sepse në aspekt psiqik ka ndeshje të tilla që vetë trurit i akcepton si më të lehta. Dhe gjithë futbollistët, edhe po flas edhe në futbollin evropian, disi orientohen tek ndeshjet derbi. Në një El Clasico nuk fitohet titulli. Barcelona Real Madrid nuk fitohet në El Clasico, por fitohet në ndeshjet e vogla, sa pikë ka lëshuar me Leganes apo mos përmend skuadra. Ne këtë vit ishim cinik dhe e përmenda Kavadarin. Po nuk mund ta quash El Clasico me Vardarin, se ata janë vend 7. Në thjesht ishte ndeshje e parë që nisën. Jo. Sepse quaj ndeshje të fortë me ata El Clasico. Po shiko, ne jemi rahur nga Gostivari që kishte një skuadër të fortë, pavarësisht që ne i dominuam dhe u mundëm 3-1, një ndeshje ndër më të dhimbshme që them që s'duhet ta humbisnim, por ndodhi, shkoi si shkoi. Unë flas që Shkëndia nuk lëshoi pikë me Besën, nuk lëshoi pikë me Voskën. Vitin e kaluar ne u duk që u mundëm nga Struga dhe humbëm titullin, por në fakt ne dy herë barazuam Tetov me Voskën. 0-0. Ne kemi fituar këtë vit 1-0 Voskën, kemi fituar 1-0 jashtë Pelisterin, kemi fituar, domethënë, marrja e pikëve decisive në ndeshje kushtimisht thënë më të vogla, me kundërshtar që nuk janë më në kategori apo që luftonin për mbijetesë, ta dha atë komoditetin që ti jesh edhe me barazim në ndeshje derbi, nuk është se duhet të bësh o do bëhet o s'bëhet, dhe në fund e merr titullin. Besoj që këtu pajtohesh. Këtu jam 100%. U pajtuat. Por tashmë u mor titulli kampion. Keni vendosur pak të pushoni? Po. Deri në datë 5 jena pushim, do qetësohena pak, larg topit, larg stresit, qetësojmë kokën, edhe vazhdojmë pastaj. Tash që atë Modestin tregoj që e ke zgjatur ikjen në Tiranë vetëm për të qenë i pranishëm sot në emision. Po e thash. E the. E thash që edhe nga ajo kënaqësia kampion, edhe në emision ka marrë prag. Duhet të jetë që dielën në Shqipëri, por ja edhe unë e falenderoj sepse ndryshe është mos mbje bara vetë në emisione. Ne vlerësojmë secilin që na jep hapësirë dhe që Shkëndijën e kanë bërë kryefjalë, ashtu siç e bëri edhe sezoni dhe performanca në fushë, por gjithmonë kur shikon që vlerësohesh dhe vjen edhe emisioni, ky nuk është emision sportiv, por ju gjeni hapësirë për ne, prandaj unë ja falenderoj Cakin që ndau kohë dhe më shoqëroi sot. S'ka përse, gjithmonë. Unë ju falenderoj të dyve, po pritni se filluam me falënderimet, s'ka kryer ende emisioni, i bëjmë falënderimet edhe pak më pas. Tani dy ture do kemi. 2 ture mundet. Tashmë po themi që do jemi në pushime edhe pak, mirë, po çfarë na pret pas datës 5? Pas datës 5 fillon trajningu i Shkëndijës, besoj do të jetë një Shkëndijë europiane tani, edhe besoj ka ardhur koha Shkëndija të synoj grupet e Europës. Ti na the pak që do rini larg topit, pa e bie që ikni nga dieta, ikni nga rutina e ushtrimeve këto ditë? Pak po, do mundohen atë ditë e fundit të na dërgojnë dhe programin, bëjmë pak vrap, pak kështu, po do lirojnë pak këto kohë. Po edhe e meritoni.
S'u bëjnë gjithë kampion? Unë më erthaqen gjithmonë e pyetja, po ne gjithë po festojmë vitin e ri, po festojmë këto festat, ham pa kufi, po sportistët si ja bëjnë, apo në s'ka. Ata duhet të qëndrojnë në Kër regjim. jo festoni vitin e ri, në datë 1 dalin për vrap. Kështu që ju tani e keni të merituar. Ta, ju do punoni, tashin e do bëvoshaj. Po duhet të kenë kujdes se sa më shumë që lirojnë, aq më vështirë dhe kenë fazë përgatitore. Po, Fatoni, ndjek ti këto disiplinat e sportistëve ose ndjek disiplinën tënde? I ndjek si e bëjnë këto, po. Tash mund të themi ndjek, po besoj që kamera tregon diçka tjetër. Mundohem, sepse edhe unë jam aktiv në futboll amator, në kategoritë 4, por ka herë lirohemi pak më shumë. I kemi qef flit e gjërat edhe me njerë brumrat shtojmë. Unë e kam edhe si defekt, basë është pjesë e organizmit tim që edhe nga frymëmarrja shtoj pesh, por besoj që nga data 5, mos marr frymë me radhë, nga data 5 besoj që do mbajmë një regjim tjetër. Nxaketat një shkëndijë evropiane. Si do duket një shkëndijë evropiane? Kanë filluar planet ose i keni lënë gjithçka, i keni ndalë në pauzë? Tash për shkëndinë evropiane nuk merren ne, për ato punë merret kryesia, po besoj do i bëj detyrat me sukses. Do arrin atë që duan gjithë, atë shkëndijën ta shohin gjithë, ajo shkëndija që e meriton të jetë. Shkëndija nuk e meriton më të luftoj vetëm për Ligën e Maqedonisë. Shkëndija duhet një hap tjetër, bëhet ajo shkëndijë që duan gjithë. Fatan, një shkëndijë evropiane? Po fillimisht me fundin e sezonit, derisa cake edhe të tjerët mendojnë për pushim, për kryesin, për departamentin sportiv, nuk ka pushim, tash më ka filluar ajo, si thon, vala më e forte e punës, duhet të sillen përforcime. Shkëndija gjithmonë punën e saj ka të qartësuar që përveç cilësisë, që është sigurisht parametri numër 1 në aspekt futbollistik, kërkon cilësi edhe njerëzore, njerëz me karakter, njerëz me imazh të mirë dhe njerëz që gjithmonë do vendosin veten në interes të grupit. Dhe në këtë drejtim nuk është e lehtë në këto kohra kur po jetojmë ne, sepse gjithë bota ka marrë një kahje të çuditshme, prandaj edhe vlerat vështirë të gjenden. Besoj që kryesia do bëj punë të mirë, unë jam shumë i sigurt që Shkëndija do të jetë më fort se sa kjo që fitoi titullin kampion, do shtohen elemente në pozitat ku mendohet se skuadra ka nevojë dhe më pas me një pjesë përgatitore shumë cilësore. Kjo është që po flas gjithçka varet nga faktori njeri dhe nga Shkëndija. Pastaj me pak short në shortin e eliminatorëve të UEFA Champions League, aty do kemi nevojë për short sepse jemi futur për fat keq në pjesën e skuadrave që nuk janë favorite. Ka një ndarje tani nëse nuk e dini se ke parasysh të skuadrave që kanë koeficient më të mirë nga paraqitjet europiane. Në vite me radhë kemi qenë në pjesën e favoritëve fal 3 herë kemi luajtur në play-off të UEFA Europa League, që play-off është stacioni i fundit para fazës së grupeve, fatkeqësisht nuk i kapëm kurrë. Tani me pak fat, një kundërshtar më i lehtë do na bënte shumë nder për të provuar të kalojmë një xhiro. Po e kaluam në xhiro në Champions League, besoj që Shkëndija mbase këtë vit mund të kapë edhe grupet minimumit Conference League-s. Nuk është e lehtë kjo që them, për ta përkthyer në vepër këtë që them ka një punë të tmerrsisht madhe, por ti marrim gjërat një nga një, të bëjmë ne punën tonë, pastaj duke parë e duke bërë. Duke parë, duke bërë mirë, po përgatitjet vetë më janë bërë prej më parë, sepse siç e kemi atë nuk trashet kurbani për një ditë ose një ditë para Bajramit, po duhet një kohë pak më e gjatë. Ne folëm për disiplinën, folëm për ushqimin, folëm për treningzet edhe gjitha këto, po nuk folëm pak se sa është e rënd të rish larg një jete të natës, një jete të riut. Si përballen këto provokime? Këto mëzore shamat. Po, unë kam favor se në Tetov themi drejtë, nuk është shumë jetë e natës, edhe kjo më ndihmon shumë për të mbajtur një ritëm më të mirë, se nëse do isha në një qytet tjetër problem. Nëse do isha në Tiranë problem, ë? Problem shumë. Tirana ka një jetë natës shumë të zhvilluar, e dim gjithë, është ndryshe, edhe aty do mundosh aty përmbasha, po do një ditë do dilsha kështu, në zezë. Po sa orë gjumë duhen? 8 orë. Minimum ose maksimum? Minimum. Nuk është se vetëm duhen 8 orë, por është shumë e rëndësishme edhe kur i bën ato 8 orë. Nuk është e njëjtë gjumi i ditës me gjumin e natës, kështu që shumë e rëndësishme është Cake i përmbahet, është profesionist. Cake kur bie të flesh? Kur e zë gjumi.
Jo, sepse unë kam diçka, unë flen ora 10. Edhe zgjojmë zakonisht 6. Mirë po, njerëzit tërë të tjerët rreth meje flen ora 12, 1, 2. Mua më duket e shëndetshme kjo që bëj unë, atyre ajo që bën ata, kështu që dua të di një sportist kur bie të flet. Jo, unë flen ora 11, 12. Shtrihem nga ora 8-9 jam në shtëpi çdo natë. Lej pak PlayStation, shoh dhe një film, pastaj në orën 11-12 fle. 12 maksimum i kam fik telefona, televizor gjitha. Okej. Nuk është edhe aq herët, domethënë e përballueshme për gjithë të tjerë që duan të marrin disiplinë. Kushdo mund ta përballoj. As shpejt nuk është, as vonë. Tamam, është fiks. Më mirë se 10 është. Faton ti kur bie të flesh? Ose kur flen fëmijët tash? Unë kur bie të flej dhe kur flej është ka një 8 vite që jam konflikt me gjumin dhe kohëve të fundit jam duke punuar bashkë me bashkëshortën për ta ndryshuar regjimin sepse po ngacmoja caken, por shumë e rëndësishme nuk ka lidhje sa flen, por kur blen flen. Dhe shkenca dhe gjithë ata këshilltarët shëndetësor thonë që nëse një njeri nuk flen nga ora 11 deri në 3 natës, kjo është periudha kur trupi pushon dhe kur truri dhe organizmi prodhon hormone të ndryshme që na duhen brenda ditës, qoftë edhe hormoni kundër plakjes, qoftë edhe gjëra të tjera. Por natyra e punës sim është krejt problematike për të mbajtur në një regjim gjumit dhe unë kam problem, punoj shumë, posaçërisht më duhet qetësi kur të tjerët flejnë, kur atëherë duhet bësh plane, duhet prodhosh dhe mendoj që duhet të ndryshoj. Nuk do flas shumë kur flej, veç e di që duhet të flej 11. Edhe cake duhet flej 11, edhe çdo kush që na dëgjon, 11 duhet të jetë në gjumë. Dhe kjo është, përveç se që morëm gjithat këndvështrimin tuaj të titullit kampion edhe rrugtimit për kampion, morëm dhe një këshill së fundmi, sepse unë mendoj që këshillat më të mira mjekësor i marrin sportistët. Përfundimisht po. I keni të individualizuara? Po, i kena edhe doktorët merren me ne, përgatitësit atletik që kena në klub, për çdo gjë që kena nevojë, na japin, na thonë çfarë të bëjmë, edhe jena top. Dhe duhet jenë të dëgjueshëm. Kanë matje të caktuara çdo periudhë dhe një lojtar i caktuar duhet një gjë, pastaj është shumë e rëndësishme këta edhe regjimi i ushqimit, jo çdo njërit i bën mirë një gjë apo tjetër dhe sigurisht që duhet të kesh kujdes sepse nëse ti duhet të harxhosh për një periudhë caktuar kaq orë për të fituar forcë fizike apo përgatitjen e nevojshme, ti e harxhon atë në tretjen e një ushqimi që mund të jesh ti intolerant. Prandaj këta edhe testet e intolerancës dhe gjërat janë shumë të rëndësishme në jetën edhe në të tjerëve, sepse po që se i shmangu ushqimet, për shembull cake, po flasim për rastin konkret ushqimet që mund të jetë intolerant, gjithë ajo puna që bën stërvitja i kalon në forcë fizike. Përndryshe, ki duhet të harxhoj gjërat që i ka konsumuar pa pasur nevojë. Ne devijuam pak, mirë po mendoj që është në të mirëtetet të shikuesve, mirë po edhe diskutuam pak për shëndetin, sepse po se patëm shëndetin nuk bëjmë asgjë tjetër në jetë, e jo më të mbrim një titull kampioni në çfarë do forme dhe mënyre që ajo duket për secilin prej nesh. Fillimisht unë dua t'ju uroj shumë fort për gjithë këtë fitore, për radhën e 5 të titullit kampion, edhe një rrugë drejt një shkëndije evropiane sa më të shndritur le të themi dhe të arrijnë gjitha qëllimet. Nuk e di nëse keni ndonjë mesazh për gjithë shikuesit, tifo grupin tuaj nëse po na ndjekin. Për tifo grupin doja të thoja faleminderit për gjithë mbështetjen që na keni dhënë këtë sezon. Vazhdoni mbështetjen i Shkëndijën në momente të mira dhe mos çdo zoti të ketë momente të këqija, ju duhet të qëndroni pranë çdo moment Shkëndijës. Ju jeni forca e Shkëndijës. Paton. Sigurisht duke falenderuar tifozët, ballistët dhe gjithë ata të tjerë që kanë përkrahur Shkëndijën, gjithë shqiptarët që Shqipëri, Kosovë, Maqedoni që shikojmë që i ka gëzuar ky sukses, gjithë mediat jo vetëm në vendin tonë që i kanë dhënë hapësirë Shkëndijës, jo vetëm këtë moment të titullit kampionit, por gjithmonë kanë qenë një dritare ku skuadra jonë ka gjetur hapësirën e dur, dhe natyrisht duhet të ndalem pikërisht këtu te ky televizion tek pronarët e zotëri Ferik Velia, tek mentori im Admir Qose, te Mael Thaçi dhe gjithë tjerët, u kënaqa që isha këtu, më bëj qefi që gjithë janë mirë edhe gjërat ecin si duhet. Sigurisht që uroj shumë shëndet gjithëve dhe dash zoti ky televizion ka një gjatësi pafund dhe të ketë vetëm sukses. Faleminderit shumë që ndat kohë. Do të përshëndesim edhe diçka tjetër. Do të përshëndesim edhe ata njerëz që s'kan dash bëhen kampion. Ata i përshëndesim akoma më shumë e i themi na shihni targën.
Faleminderit shumë që ndatë kohë jeni pjesë e emisionit. Është kënaqësi.